Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Djalmi Xhaxhai të Mozës merr masa pas ofendimeve nga banorët. Kemi kontaktuar produksionin. Debatet e forta dhe fjalori i përdorur së fundmi ndaj shkrimtares Mimoza Ahmeti brenda fermës kanë sjellë reagimin e familjarëve të saj. Krenar Ahmeti, djali i Xhaxhait të Mozës, ka ndarë qëndrimin e familjes lidhur me këtë situatë gjatë një interviste të dhënë. Ai theksoi se kundërshtit në kuadër të lojës janë të pranueshme, por kalimi i kufive drejt denigrimit të figurës dhe cënimit të dinjitetit përbën një vit të kuqe për ta. Për të adresuar këtë shqetësim, ai zbuloi se familja ka marrë masa duke kontaktuar drejt për drejt drejtuesit e programit televiziv. Gjatë fjalës së tij ai u shpreh qartë mbi parimet e familjes së tyre. Le ta shajnë të bëjnë sa të duan, por jo denigrim. Shikon, ne si fis mund të lejojmë të na vrasësh, por mos na prek në dinjitet. I kemi pikë të dobët artistët, shprehet ai. Lidhur me masat e marra dhe reagimin e produksionit pas komunikimit, krenar Ahmeti zbuloi dhe përgjigjen e marrë nga stafi. Reaguam nga ana institucionale, pra i kontaktuam, tham patjetër do ta kemi parasysh.